Të pafuqishëm përballë kostove të larta, fermerë dhe blegtorë nga i gjithë vendi protestuan këtë të martë përpara Ministrisë të Bujqësisë. Respekt për prodhimin vendas, stop importit të qumshtit, bojkotoni ushqimin serb, duam naftë të subvencionuar si jahtet, shkruaj në disa nga pankartat që mbanin në duar fermerët. Ata kërkuan rishikim të skemës kombëtare për të rritur financimin për blegtorin dhe bujqësinë, ndërsa deklaruan se mbështetja e miratuar nuk është ajo që është diskutuar me ata. Rikthimi i subvencionit të naftës ishte kërkesa tjetër, në kushtet kur çmimi i karburanteve vetëm po rritet, ndikuar prej luftës në lindjen e mesme. Financimi, thon fermerët dhe blegtorët, duhet shtuar edhe si përgjigje për shtrenjtimin e plerave kimik, për të mbrojtur prodhimin vendas, më shumë kontroll duhet për qumshtin që vjen nga rajoni. Kërkojmë nga qeveria shqiptare subvencion si vjet për vitin 2026, më shumë për fermerin për të përballuar këtë krizë, sepse kjo krizë, ky kolaps do të kapi fermat shqiptare, të cilat janë të detyruara që të ulin të reduktojnë numrin e kafshëve dhe sasinë e prodhimit. Kërkojmë naftë pa taksa për fermerët, të njëjta gjë siç jepet për jatet, ose të bëjë një rregullim qeveria shqiptare për taksën e qarkullimit. Ne kemi thik traktorat sepse nuk kemi naftë. Kemi marrë karburantet, kemi hyrë boç dhe ato nuk kanë mundësi më, thot, nuk t'japim dot. Të pakënaqur pas 4 orësh, protesta e fermerëve u mbyll për t'u përshkallëzuar në vijim, jo më vetëm përballë institucioneve, por duke bllokuar edhe rrugët e vendit. Me skemën e re, qeveria mbështet me 12.000 lekë çdo krer lop për tufa, jo më të vogla se 5 bakti, por është hequr mbështetja për viçat. Në skemë është parashikuar financimi 1.500 lekë për të imtat, për tufa jo më të vogla se 50 krer, dhe për herë të parë financimi për dosat në 7.000 lekë për krer, kush ka tuf jo më pak se 5 krer, kurse për bletarin jepet 20.000 lekë për zgjua, për ferma me jo më pak se 25 koshere.